Lart, atje ku rret prekin majat e maleve dhe horizonti shtrihet pafund, ngrihen krenare bjeshkët e Kosovës. Një simfoni e përjetshme e natyrës e skalitur ndër shekuj nga dora e krijuesit, me lartësi që në shumë pika i afrohen dhe te kalojnë 2000 metra mbi nivelin e detit. Ato janë kurora e gjelbër e vendit tonë dhe një nga pasuritë më të vyra kombëtare. Këtu çdo mëngjes lind me aromën e pishave të bredhit, ndërsa burimet e kristal ta zbresin nga shkëmbit, duke u bërë jetë për natyrën dhe freski për shpirtin e njeriut. Livadët alpine, pyjet e dendur dhe panorama që të lënë pa frymë e bëjnë këtë hapësirë një parajs të vërtet për adhuruesit e natyrës. Sot këto bjeshk po jetojnë një kapitull të ri zhvillimi. Turizmi rural po shndrohet në një shtyllë të rëndësishme të ekonomisë lokale, duke i dhënë jetë fshatrave malor dhe duke i kthyer ato në destinacione të kërkuar nga vizitorë të shumë nga vendet e huaja. Në harmoni të plot me peizazhin natyror po ndërtohen villa moderne, bujtina tradicionale ku guri dhe druri bashkohen me arkitekturën bashkohore pa cenuar identitetin e mjedisit. Këto investime janë dëshmi se zhvillimi mund të ecë krah për krah me ruajtjen e natyrës. Në zemër të këtyre peizazheve po ngrihen edhe restorane alpine ku mikpritja shqiptare, gatimet tradicionale dhe pamjet mahnice krijojnë një përvojë të paharrueshme. Çdo vizitë këtu është një udhëtim mes qetësisë, kulturës dhe shijes autentike të Kosovës. Bjeshkët tona nuk janë vetëm destinacione turistike. Ato janë frymëzim, histori dhe identitet. Janë pasuria që lidh të kaluarën me të ardhmen dhe dëshmia se kur njeriu ndërton me respekt për natyrën, krijon vlera që zgjasin në kohë. E pikërisht këtu në lartësitë madhështore të Kosovës, ku qielli përqafon tokën dhe natyrën flet me gjuhën e saj më të bukur, shkruhet çdo ditë një histori e re zhvillimi, shprese dhe krenarie kombëtare.